kujdes, mos u bëj i pasjellshëm me babain tënd. Mosbindja ndaj babait nuk është vetëm të ngritësh zërin kundër tij, por edhe të mos e njohësh vlerën dhe rëndësinë e tij. Nëse babai yt s'do të jetë më gjallë, do ta ndjesh si të ishte thyer shpina. Edhe nëse ai ishte i varfër dhe s'të ka lënë pasuri, edhe nëse ai ishte i paditur dhe s'të ka mësuar ndonjë gjë shumë të rëndësishme. Babai është mbështetje, është muri që të mbron, por duhet ta kuptosh rolin e tij sa është ende pranë teje, sepse një ditë mund të mbetesh duke parë vendin e tij se ku ulej ai dhe duke dëshiruar ta dëgjoje edhe një herë zërin e tij. Them këtë sepse jam vetë baba dhe e di çfarë do të thotë ta mbështesësh fëmijën tënd. Andaj përpiqu ta kuptosh këtë para se ta humbasësh, sepse atëherë çdo fjalë e tij do të të kumbojë në zemër si një kujtim që s'kthehet më.